Unë se kuptoj. Nuk e di në qovë se kësaj qeverie i ka mbetur pak dinjitet këtyre zyrtarve, këtyre ministrave, i ka mbetur, ose deputetve i ka mbetur pak dinjitet për të reaguar dhe për të treguar dhe për të parë të vërtetën. Pra, unë nuk e di, më duke dy Shqipëri, paralel, Shqipëria e qeveritarve, pushtetarve dhe Shqipëria e qytetarve që jeton në përditshmërinë me skamjen, me pensionet të ulta, me rrogat qesharake që ne jemi në muajin e korrikut dhe qytetarët e Tiranës duhet të ishin me pushime, ndërkohë që nuk janë me pushime sepse i kanë lënë pushime, se nuk i dalin rrogat për të bërë pushime. Mund të pyesim gjithë shqiptarët sa janë ata që bëjnë pushime për një javë të gjatë. Nuk askush do të kthej përgjigje, pra sheshi është do ditë plot për shumë hallet të qytetarëve të përditshmërisë, pra të Shqipërisë reale. Jo Shqipërisë imagjinare që na krijon shpeshherë kryeministri dhe kabineti i tij qeveritar nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju përmendët që kryeministri Edi Rama nuk dëgjon protestuesit, por kryeministri Rama ka pranuar të dëgjojë zërin e atyre që i cilëson Flamingo, por jo të sorrave dhe korbave, ashtu sikurse edhe ju e përmendët pak.